Nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirëserdhë dhe këtë puntatë drejt për drejt këtu në Albania TV në Chicago. Do doja që të përshëndesja të gjithë shqiptarët të cilët na ndjekin drejt për drejt në platformat dhe networkun e gjerë të IPTV-ve që ndiqemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo pak në 37 shtetet e Amerikës dhe në shtetet kryesore të Europës. Unë kam bërë gjithmonë një përshëndetje për shqiptarët që janë në Shqipëri dhe në Kosovë. Dhe në këtë aspekt ne do të ndalemi me ky lokacion. Pra në shtetin e Kosovës do të jemi me një psikolog të mirënjohur, një personalitet i cili ka dhënë një kontribut më shumë se 13 vite në këtë shtet me individë të ndryshëm dhe ka kontribuar mjaftueshëm shumë në fushën që ajo ndjek dhe përveç se ka pasion dhe ka profesion prej kohësh edhe është gjëja që ajo do më shumë dhe e bën me shumë pasion mbi të gjitha. Unë Rezarta të falenderoj shumë që je në këtë puntat me mua. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi që të ndaj profesionin edhe në mënyrë të tillë siç më keni këtu. Faleminderit. Të falenderoj shumë për kohën tënde, duke qenë se koha e një psikologu të themi të vërtetën ne do të ndalemi edhe te rutina jote, është ngjeshur me takime dhe është një ditë tepër intensive. Si nis dita jote, Rezarta? Dita ime natyrisht nis me shumë obligime, me vetë faktin që jam nën, natyrisht që obligimet e amësisë janë padyshim që janë sa të kënaqshme njëkohësisht edhe të ngarkuar. Por ndoshta balanci dhe profesioni më kanë ndihmuar që në një formë ose një tjetër ti balancoj këto dyja dhe në një formë ose një tjetër ndihem e motivuar dhe ndihem e stimuluar që në familje dhe edhe të jap më të mirën nga profesioni im. Unë jam shumë i lumtur në fakt që në këtë puntatë kemi një shqiptar nga Kosova dhe duke qenë se ne kemi shtrirje tepër të gjerë në Kosovë dhe kam një audiencë shumë të mirë në këtë program të Albania TV aty dhe padyshim shumica e personave që kanë marrë pjesë ose kanë ardhur për të konsultuar në qendrën tuaj zonja Rezarta e ndjekin këtë intervistë dhe padyshim e dinë dhe atë anë të përmirësimit të jetesës së tyre duke qenë pjesë në kontrollin tuaj. Unë do doja që edhe në emër të tyre të falenderoja për kontributin që ti ke dhënë në këtë kategori, në këtë lloj target grupit të individëve dhe në punën tënde të palodhur, dhe realisht është për të vlerësuar duke qenë se do doja të kapesha pak te eksperienca jote që ti unë ceka dhe në fillim të nisjes programit që ke mbi 13 vite që ushtron këtë lloj profesioni. Sa e vështirë është që ti jesh psikolog në trojet shqiptare? Them drejtën, në të kaluarën ka qenë pak më problematike për arsye sepse vetë popullata dhe vetë ne shqiptarët nuk kemi paragjykuar shumë rolin e psikologut dhe shpesh nuk kemi ditë të bëjmë edhe dallime mes psikologut dhe psikiatrit. E dyta, nuk kemi të familiarizuar të pranojmë natyrshëm që problemet emocionale dhe problemet mendore janë proces karshi vetë frymës të jetës që ne funksionojmë. Dhe kjo në një formë ose një tjetër i ka rëndu shpesh herë do thot popullatën, individ, shoqërinë, familjet tona për arsye sepse stigma nga paragjykimi sepse të shkosh te psikologu nën kupton vetëm një smundje mendore dhe shoqëria nuk e mirëpret si diçka natyrshme. Por të shkosh te psikologu nuk do të thotë domosdoshme të jesh smut. Menderesht, të shkosh te psikologu është të bësh një akt dashurie për vetveten, por njëkohësisht dhe të parandalosh smundjet mendore. Mos realizimi ose mos përballja e vetës me aspektin psikologjik shfaq probleme, domethënë deri te çrregullimet mendore. Dhe natyrisht që në shoqërinë tonë shqiptare në të kaluarën ka qenë problematika më e thellë, por ndoshta edhe fal mediave, ndoshta edhe fal neve në një formë vullneti për punën dhe kemi prezantuar sa më shumë në një formë rolin tonë dhe rëndësinë tonë dhe popullata është vetëdijsuar që rëndësia e shëndetit mendor nuk është ndonjë lloks, por është një nevojë domosdoshme sepse aty buron e vetë jeta jonë. Dhe kur nuk kemi shëndet të mirë mendor, emocional, padyshim që ne do të afektohemi dhe ky afektim duke marrë parasysh që jeta jonë përbëhet nga mendimet, nga emocionet dhe veprimet tona dhe kur ne nuk jemi të ekuilibruar mirë, padyshim që ne do të kemi probleme të ndryshme. Andaj vetdia mund të them është në progres sipër, kërkohet ende, por ne si psikolog jemi të kënaqur mënyra se si po kërkon popullata individët të ndihmë. E kuptoj. Unë shikoj që keni tepër elokuencë në komunikim, një artikulim shumë të pasur dhe kjo ju bën që t'jeni dhe të kuptueshëm
me pacientin më të afër dhe më krijoni një atmosferë më ndryshe. Unë personalisht do të kapja një rast personal duke qenë se do kujtoja vitet e mia të arsimit në gjimnaz, ku bashkëmoshatarët e mi kërkoheshin nga psikologu i shkollës për të bërë konsulta me ta dhe i vetmi që shkonte tërë entuziazëm isha unë, sepse unë që në vitet e para të gjimnazit kam qenë pjesëmarrës në televizion dhe duke qenë se kisha ngarkesë nga puna, ngarkesë psikologjike, kisha nevojë të shpresha. Dhe këtë lloj edukacioni u përpiqesha t'ia shpreha dhe moshatarëve të mi, paska se ata nuk ardhinin eksaktësisht ta kuptonin atë lloj terapie që unë merrja. Pra, për mua ishte një shenjë vetbesimi në momentin kur unë dilja nga zyra e psikologut, sepse ajo është diçka që ti e para punës lirohesh psikologjikisht, por dhe të mundsoj që ti të konsultohesh për të marrë një mendje dhe për të qenë vetë më i shëndosh dhe më i qetë. Edhe unë viti gjithë rekomandoj ty, sepse duke qenë se ke mbi 13 vite që merresh me këtë punë, dhe je personi i dur për ta praktikuar dhe një person i besueshëm. Të kapem pak te besueshmëria. Duke qenë se unë e kam përjetuar dhe kam konsultuar dhe kam aktualisht shumë miq psikolog, që njëra prej tyre shpresoj të jetë ditë tashmë, duke qenë se je pjesë e familjes tashmë të televizionit. Sa është niveli i besueshmërisë tek psikologët në përgjithësi? Ne hasemi me situata që mund kemi një ngarkesë të madhe emocionale, dëshirojmë që të shkojmë te një person i besuar, mund të ndeshemi që të shkojmë tek një psikolog, por është ajo pikpyetja që sa i besueshëm do të jetë ky psikolog në lidhje me situatat që unë mund t'i qasem nga jeta ime. Roli i psikologut dhe besueshmëria, çështjet konfidenciale janë të mbrojtura dhe me ligj. Dhe momentin kur një psikolog në një formë ose një tjetër nuk e përfill çështjen e sigurisë dhe besimit, natyrisht mund të përballet me dënim. Në ne është mirë që vetë popullata të vëdësohen, sepse të shkosh te psikologu është edhe një si ta shkarkosh mendjen, por njëkohësisht ajo jetë në një hierarki që vetëm ti dhe psikologu mund ta dini ajo, dhe askush tjetër. Por është e rëndësishme që për mua siguru ka raste jo të pakta kur më kanë thënë klientët e mi, Rëzar, të lutem, sa përqind ti më jep sigurinë, sa përqind më jep, ndoshta kamera është mirë tash apo Po, patjetër. Jemi e gjitha në kamerë. Okej. Dhe ka pas raste kur në një formë ose një tjetër sa më jep sigurinë. Siguria ofrohet vetë me procesin e seancave, ofrohet vetë do të thotë me klimën dhe energjinë, empatinë që vetë krijon. Ne si qenje njerëzore jemi në energji dhe klienti afektohet nga energji dhe me kalimin e kohës, nëse hyn ndoshta me zero besueshmëri, por aftësia e një psikologu të mirë në një formë ose pa sigurinë e kthen në siguri, sepse ne kemi edhe fundje dhe detyrë dhe atë qasje e kemi të domosdoshme t'ia afrojmë klientit. Dhe jo të pakta janë rastet kur hekin dorë nga frika e paragjykimit ose nga frika se si do të interpretohet kur unë një psikologu t'ja rrëfej mendimet, situatën, fenomenin, ngjarjet ose emocionet të mia. Dhe kjo e ka rëndësinë e vet, por padyshim që unë boj apel për të gjithë ndëgjuesit të largojnë këtë stigë, të largojnë këtë paragjykim për arsye sepse stagnonin në vetë procesin e traumave ose depresionit ose ankthit dhe e janë i provoni dhe nuk do të thjesht nuk do të dilni me atë mendje të cilën ju keni hyrë, për arsye sepse qasja e parë derisa në një formë ose një tjetër, derisa ti të ballafaqohesh me një profesionist shëndetit mendor, shpesh herë mund të jetë paragjykuese. Por momentin ju të paktën klientat e mi kur mezi presin seancën e ardhshme të vinë dhe më thonë kemi paragjykuar shumë, por kjo pas ka qenë një desert i domosdoshëm të ndodh në jetën tonë. Rezarta, unë doja të pyesja, si për vete që nuk e kam këtë lloj informacioni dhe ju jeni specializuar dhe i keni studiuar më mirë dhe i keni praktikuar, por dhe për ata target group të publikut që do informacion në lidhje me këtë temë, sepse unë shikoj dhe komentues të shumë që kanë komentuar dhe kanë drejtuar dhe këtë pyetje, a është e rekomanduar që pozicioni i psikologut të japi medikamente në lidhje me një diagnostikim që ai mund të ketë paraqitur? Psikologu nuk ka të drejtë të jep medikamente, kurse psikiatri po.
psikologu përdor metoda dhe qasje shkencore, siç është psikoterapia, kemi psikologjinë e këshillimit, psikoterapinë kognitive, trupore dhe e balancon mendjen përmes do të thotë qasjeve të ndryshme dhe metoda. Kurse psikiatri jep medikamente, natyrisht varësisht. Unë për veti kam bashkëpunim edhe me psikiatrë, të cilët për shembull ka klient që më thonë Rezar, ne dëshirojmë të vim të ti për arsye sepse kemi ndëgju X rastit i ke bë mirë, por jo çdo diagnozë e kuron psikologu, të miremi pesh, ka raste kur është e domosdoshme dhe ndihma e psikiatrit dhe të marrën kimikale për shkak sepse në trup ka disa ndryshime dhe rëndësia më e madhe është që në momenti kur kemi patologji ose depresione të thella, është shumë e rëndësishme marrja e medikamente, por njëkohësisht vazhdimi seancave me psikologun, për arsye sepse medikamentet e zbutin problemin, por nuk e rrnjosin dhe ne psikologët e kemi qasjen të shtim vetë klientit të përballet me problemin dhe momenti kur përballet ai lirohet edhe nga terapia, por lirohet edhe nga roli jonë, arsye se krijon atë pavarësinë dhe çelësin e suksesit dhe çelësin e mendjes vet, bëhet një shkencëtar menaxhues i situatës të vet. Por të dytë janë të domosdoshëm dhe të nevojshëm. Dhe duhet të largojmë edhe stigmën edhe paragjykimin sepse po marr bana psikiatrike, është normal. Po psojmë një infarkt, po kemi një dhimbje abdomenit ose diçka tjetër, ne po marrim menjëherë medikamente, pse mos të marrim edhe për sistemin nervor, duhet të ngritet në këtë vetije, sepse nganjëherë njeriu vjen deri në astat që nuk mund të çohet pa medikamente. Është shumë e natyrshëm procesi i marrjes së bana. Por para se me mbri, unë ju bëj apel të gjithë ju të cilët ballafaqoni me ankth dhe depresione, probleme personale, familjare, shoqërore, profesionale, ju lutem, para se me mbri në patologji, e janë një konsult me psikologun. E janë sepse ndoshta shumë let mund të drejtoni problemin e ju. Mos i mbani emocionet dhe mendimet mbyll, sepse ato bëhen rrugë. Dhe ne duhet të krijojmë mure me gjanat negative, me mendimet negative, sepse nuk mund të kemi një jetë pozitive me mendje negative, nuk mund të kemi sukses me një mendje negative, nuk mund të kemi shëndet, ekuilibër familjar ose shoqëror kur ne jemi të çrregulluar. Nuk është me rëndësi si po të shef familjari, nuk është me rëndësi bashkëshort, miku, kush të qoftë ai, ti thjesht ke nevojë në kontakt me vetë, me nevojat. Thjesht ngrit të zonin dhe kërkon ndihmë, nuk është marrë të kërkosh ndihmë, është fundi jemi njerëz, jemi përbëm për ndjenja, kemi përbëm për emocioneve dhe nuk është keq të ndjesh keq. Fundi këto janë dhurata që shpesh herë klientat e mi thjesht më thojnë, Rezart, ndoshta edhe gjithmonë i suportoj që fal këtyne emocioneve të cilat ose këtyne mendimeve të cilat unë i ndita momentalisht. Faktikisht unë bëna një heroinë e jetës time sepse mora timonin tim ta drejtoj vetë dhe kjo është e rëndësishme dhe asgjë në jetën tonë nuk vjen rastësisht dhe padyshim që nuk na vet status, nuk vet ai doktor, ai inxhinier apo ai gazetar apo çka do qoftë tjetër. Jemi përbëm për emocione, mbi ndjeshmëri dhe Zoti natyra ka kriju këto emocione dhe shpesh herë jemi të afektuar nga ngjarjet e jetës. Andaj largoni stigmën, largoni paragjykimin dhe kërkoni ndihmë sepse ka profesionistë të cilët në çdo kohë dhe në çdo rrethon janë në gjendje të ju suportojnë. Ju i tha të gjitha së një Rezarda, thjesht do doja që tashmë të kapim aktualitetin, duke qenë se prej vitit 2019 deri në këtë vit që jemi, kemi kaluar vite shumë të vështira, të paktën në Shqipëria dhe Kosova, kur them Shqipëria llogarisë në të edhe shqiptarët e Kosovës. Dhe e gjithë Shqipëria dhe kudo që ka patur shqiptarë ka kaluar shumë vështirësi për pjesën që nga rënja e internetit dhe kosovarët pra shqiptarët e Kosovës na suportuan jashtëzakonisht shumë në atë periudhë na u gjendën pranë. Dhe sidomos shqiptarët e Shqipërisë kanë kaluar një gjendje jashtëzakonisht shumë stresuese, duke marrë parasysh tërmetin, duke marrë parasysh pandeminë, tashmë vaksinimin dhe atë vaksinime po e shohin si një hall vështirësie duke qenë se tashmë është bërë dhe i detyrueshëm dhe shqiptarët janë tepër të intrigueshëm
Dhe diçka që ja e bën me detyrim duket sikur e censuron dhe ai nuk dëshiron që ta bëjë me detyrim. Pa çka se ndonjëherë duhet, sepse është për shëndetin e tyre. Por gjithë këto vite kanë qenë jashtëzakonisht shumë të vështira për shqiptarët. E vrejmë me klientat. Nuk është pandemia si fenomen, po është problemet e të kaluarës që nuk janë përballë, dhe në pandemi ka mundësia e izolimit dhe në izolim simptomet më kanë dalë në sipërfaqe. Do të thotë s'kan pas mekanizma më të mbrohen, por padyshim që kjo i ka ndihmuar dhe marrja e vaksinës, padyshim në mënyrë të detyrueshme, të drejtën edhe një ambëlsirë me ta jep në mënyrë të detyrueshme, nuk e dëshiron, apo jo. Kështu që, po, dhe kjo kalon gjumë dhe padyshim që njerëzit janë shumë ankte. Frikë nga e panjohura, një ndër ankte më aktual që është në çështjen e vaksinimit, është çështja e panjohur, sepse njerëzit nuk po i imponohet me marrë diçka që në një formë ose në tjetër nuk ka njohuri, dhe ato njohuritë të cilat i kanë janë të mangëta, shpesh herë dhe me shumë dyshime, dhe kjo pe vështirëson procesin shumë më shumë në një formë ose një tjetër. Por unë bëj apel, sado që të ndodhë me gjithë, ne e kemi të imponuar të marrim, nëse familjarët e mi të gjithë e marrin, po dhe nëse ata i ndodh një e keqe do të desin, po unë nëse nuk e marr, çka do të bëj pa ta? Nëse e kthejmë këtë pjesën tjetër. Dhe kështu që është mesazh global, dashëm apo si individ nuk mund t'i pështojmë. Thjesht të marrëm anën pozitive. Tash media dhe keq interpretimet dhe mënyrat e vaksinimit janë edhe më të ndryshme. Kanë pozitive dhe kanë negative. Unë kam vendosur me marrë dhe çka do që të vjen, le të vjen. Kur vjen momenti më përballë me to atë përjetoj atë emocione, mos të përballoj 3 herë ose 4 herë emocionin të cilën në një formë ose një tjetër është duke ma afektuar. Ezerta, unë të falenderoj shumë për çdo fjalë tënde dhe komunikimin e drejtë për drejtë që ke patur me gjithë publikun, por në këto minuta të fundit të programit dhe të kësaj interviste, e cila ishte tepër kënaqësi që ta bëja me ty sot, sepse ishte një intervistë tepër e rëndësishme për gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen. Unë do doja që ti të një mesazh për ta. Mesazhet e natyrisht unë shpresoj që do të bashkëpunojmë sa më shumë me emisionin e juaj, për arsye sepse kemi tema të ndryshme të karakterit psikologjik dhe është e nevojshme të jemi afër qytetarëve kudo që gjenden në një formë ose një tjetër. Masi veç jemi te tema roli dhe rëndësia e shëndetit mendor, ju sugjeroj që gjithë secili prej jush të keni kujdes, sepse është e vetmja dhuratë që meriton trajtimin më të mirë të mundshëm.
Kur në mendje jemi mirë dhe çdo organ tjetër padyshim do ta kemi mirë. Rrethonat dhe situatat të cilët shpeshherë nuk janë situatat që na shkaktojnë ankth, po mënyra se si ne i shikojmë. Andaj, të ndryshojmë të menduarit dhe të ndryshojmë jetën tonë përreth. Faleminderit shumë për besimin, shpresoj që të shihemi së shpejti. Unë të jap ftesë hapur padyshim në emër të televizionit që do të jesh të paktën në programin tim e ftuar shumë herë, sa herë që ti dëshirosh të kesh kohë nga impenjimet e tua dhe është për të vlerësuar prania jote në fakt dhe do doja që të thoja në mënyrë satirike dhe diçka, duke qenë se dua të parapritet programin që do kemi regjisorin. Po t'i jep një rëndësi popullata, sa i jep rëndësi femra make-upit, t'i jep një rëndësi shëndetit mendor, bota do ishte akoma dhe më e bukur. Absolut, padyshim. Unë të falenderoj shumë që ishte sot me ne dhe të thash dhe përsëris si ftesë publike që të jesh sa më shpesh tek ne sepse njerëzit kanë nevojë për ty dhe për pozicionin tënd. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Shihemi së shpejti. Të falenderoj shumë. Gjithatë. Mbrëmje të këndshme. Gjithashtu faleminderit. Të shikues të njoftoj që të ndiqni një hapësirë publicitare për të falendëruar të gjithë sponsorat tanë të cilët bëjnë të mundur realizimin e programit dhe programacionit në Albania TV në Chicago dhe shpresojmë një konfirmim interesant nga regjia për ju. Kështu që shihemi pas pak. Të dashur bashkëdhetar, Tony Construction Inc. në shërbimin tuaj, me një eksperiencë 30 vjeçare, në bashkëpunim me Garage Door Inc. ju afroj laminat dhe hardwood floor, instalimi banjëve të një cilësie të lartë, ju zbukron shtëpitë me lyerje të nivelit të lartë, punimet e të gjitha llojeve të tavaneve, punimet e shkallëve të drurit, dyshemit me plaka. Zburon shtëpitë me montimin e të gjitha llojeve të kuzhinave, montimin e dyerve, klazet dhe xhamave. Dëshironi që shtëpitë apo restorantet tuaja të duken mrekulli. Telefononi në numrin 630 397 97 40 dhe ju vjen në ndihmë mjeshtri kualifikuar i Sasadiku, Tony Construction, Westmont, Illinois, në shërbimin tuaj. AM Realty Services, kompania e parë shqiptare për real estate në Illinois me broker, owner, bashkëdhetarin ton Angelo Maranda. Përfitoni nga komisionet të ulta për shitjen e pronave tuaja. Blini shtëpi me AM Realty Services edhe përfitoni free home warranty. Angelo Maranda, me një eksperiencë 20 vjeçare në real estate, ofron ekspertizën e tij për të ndihmuar bashkëdhetarët tanë kudo që ndodhen në shtetin e Illinois. Blini dhe shisni me AM Realty Services edhe përfitoni nga eksperienca e duhur. Motoja jon është: ne bëjmë real estate dhe jeta juaj bëhet më e bukur.